Qeveria ka hapur dyert për të gjithë novatorët, kështu shpreh kryeministri Edi Rama në një takim me inovatorët në kuadër të ditës së dytë forumit të investimeve Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, që u mbajt për herë të parë në Tiranë. Në fjalën e tij, Rama tha se duan që inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet dhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre. Kemi rënë dakord brenda nesh të çojmë përpara procesin duke hapur dyert e qeverisë për të gjithë inovatorët dhe duke krijuar një hapësirë të përbashkët me bërtham Agjencinë e Ekselencës që ne kemi krijuar para pak kohe dhe të cilën do ta vëmë në dispozicionin tuaj dhe të gjithë inovatorëve. Kjo do të thotë që duam që startupet, inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet dhe duke aksesuar institucionet të kenë mundësi të shohin nga afër problematikat, por edhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre, të shfrytëzojnë statistikat e tyre, të shfrytëzojnë të gjitha të brumë që pastaj është baza e zgjidhjeve përmes inteligjencës artificiale dhe krijimit modeleve të inteligjencës artificiale. Numri 1 ekzekutivi shtoi se qeveria ka në plan krijimin e një akseleratori në mbështetje të ministres për inteligjencën artificiale Diella, i cili do të shërbejë si një strukturë bashkëpunimi dhe zhvillimi të produkteve të reja digjitale. Do prodhojmë produkte të reja. Ne kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë të fuqishëm në mbështetje të ministres sonë të inteligjencës artificiale, që është vetë inteligjencë artificiale, dhe natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit apo brenda Agjencisë së Ekselencës, dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale. Ky është plani. Ndërkohë që këtu më thanë që janë 161 ide të paraqitura, është bërë një seleksionim paraprak, do vazhdoj një garë tjetër në dijenin time dhe në ndërkohë njëri do të shpërblehet me një vajtje në Finland për të marrë pjesë atje në një nga këto betejat që zhvilloni ju me mullinjt e erës. Në këtë aktivitet u bën pjesë 161 pjesëmarrës nga i gjithë Ballkani Perëndimor dhe diaspora, me synimin për zhvilluar zgjidhje konkrete të bazuara në inteligjencën artificiale për sfida reale shoqërore. U prezantuan gjithashtu 161 projekte, ku numri 1 i qeverisë tha se disa prej tyre janë seleksionuar, ndërsa fituesi do të shpërblehet me një udhëtim në Finland.